Një problem I cili vazhdimisht e ka shqetësuar shoqërinë e sotme shqiptare është dhe çështja e pronësisë. Pas një periudhe më shumë se 50 vjeçare të mohimit të pronës private me ndryshimet e sistemit, qytetarët shqiptar po shfaqin interesim në rritje për pronat e regjistrimin e tyre. Kjo ka bërë që zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme të përballen me një ngarkesë në rritje dhe problematika të shumta. Korrespondenti I Zërit Amerikës Pëllum Sulo ishte në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në qytetin e Shkodrës e ndjekim materialin që ka përgatitur. Interesimi në rritje I qytetarëve për pronat e tyre vret dukshëm në sportelet e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme në qytetin e Shkodrës, ku nga 300-400 aplikime në muaj që realizoheshin deri 2 vite më parë, tani kryen 1500 aplikime në muaj për regjistrimin e pasurive të paluajtshme. Volumi këtu është shumë I madh, për arsye se dhe kërkesa e qytetarëve është në rritje çdo ditë, sepse kërkojnë që të fusin objektet e tyre në tregun e pasurive të paluajtshme. Qytetarët janë ndërgjegjësuar në fund se duhet të regjistrojnë shtëpitë, pronat, pasuritë e tyre në sistemin e ri të regjistrimit të pasurive. Momentalisht në qytetin e Shkodrës punojnë edhe 2 kompani të huaja të kontraktuara nga banka botërore, siç është Trekaza dhe kompania Blum daneze, të cilat janë të bërë regjistrim fillestar. Në Shkodër janë 7 zona urbane në qytetin e Shkodrës, ku është duke u zhvilluar regjistrim fillestar. Vetëm njëra zonë ka qenë sistem që në 2001, ndërsa gjitha zonat tjera, 6 zonat tjera të qytetit të Shkodrës janë duke u futur në sistem. Por me gjithë interesimin e madh të qytetarëve për të regjistruar pronat e tyre, regjistruesi Kalamiqi thotë se një pjesë e madhe prej tyre nuk janë të informuar sa duhet për procedurat dhe dokumentacionin e nevojshëm, gjë që vështirëson procesin e regjistrimit. Ndaj në mjediset e zyrës së regjistrimit është krijuar një kënd I veçantë me flet palosje dhe informacionet e nevojshme për procedurat e regjistrimit të pronave. Puna jonë ngarkohet pasi qytetarët nuk janë krejt të qartë se numri I dokumentave që duhet dorëzohen para zyrës të regjistrimit të Shkodër për regjistrimin e pasurisë. Kena një problem me pronat e vjetra të Shkodrës, për arsye se qytetarët e vjetër shkodran nuk kanë dokumentin e pronësisë origjinalin në bazën e 193 Kodit Civil për aktin e fitimit të pronësisë. Megjithëse ata kanë të regjistruar në regjistrat hipotekor, ne s'mund t'i kalojmë në regjistrimin e ri të pasurive pa qenë ky dokument bazë që shërben për regjistrimin e pasurive. Atëherë këtij momentit mund t'i përgjigjet shumë mirë krijimi I gjykatës administrative, që me sa di unë tash është duke u krijuar. Ndërkohë shërbimi ndaj qytetarëve është vetëm një pjesë e punës së specialistëve të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme, pasi ata duhet I përgjigjen korrespondencës me institucionet shtetërore, siç janë gjykatat, prokuroria, përmarrimi apo bankat. Në qytetin e Shkodrës janë duke bërë investime të rëndësishme nga qeveria shqiptare. Këtu hin unaza linore, unaza pranemore, rruga Shkodër Hani Hotit, hin bypassi I ri dhe gjithë këto investime zyra e Shkodrës do të ka një korrespondencë shumë mirë me Ministrinë e Ndërtimit, me drejtorinë e shpronësimeve. Pra, gjurmat e këtyre investimeve që kalojnë nëpër pronat e qytetarëve shkodran, të gjithë kjo është një korrespondencë që do të përgjigjet zyra e Shkodrës dhe është një volum tjetër pune që nuk shihet nga qytetarët, por që realisht kryhet pranë kësaj zyre. Dhe ndërkohë që në sportele vazhdon puna për regjistrimin e pronave, në mjediset e mbrëmshme të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme po punohet për digjitalizimin e regjistrave dhe dokumentacionit të arkivës, proces ky që pritet të përfundojë brenda këtij viti, duke e bërë më të lehtë procesin e pronave dhe shërbimin ndaj qytetarëve. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.